Në fakt, për ta diskutuar, do të kem në studio dhe zotin Andon Kumeku do të flasi pikërisht, është një prej ekspertëve të njohur të proceseve zgjedhore në vend. Në momentin që nis Selibashi, menjëherë ne do të shkojmë atje. Kume, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Të pritshme Kume 12%. Më falni, deri në 12, 10.50 e 0.53%, nëse zgaboj. Kjo shpjegohet me faktin që këto janë zgjedhje të pjesshme në një numër shumë minimal bashkish dhe gjithmonë në përzgjedhje pjesshme përqindja e votuesve ka qenë shumë e ulët. Ka një përqindje relativisht të lartë vetëm në një bashki në Mat, ku si duket fakti që aty ka 2 kandidatë që vinë si prurje e Partisë Socialiste, një kandidat i Partisë Socialiste dhe një kandidate e pavarur, po që ka qenë pjesë e strukturave të Partisë Socialiste. Kjo si duket ka motivuar qytetarë që të shkojnë të votojnë. Dhe në fakt është edhe bashkia që për mendimin tim është më interesante për të ndjekur. Kush? Përsa e bashkia Mat, me këta 3 kandidatë, sepse 2 kandidatë që vinë si prurje të Partisë Socialiste, një kandidati zyrtari Partisë Socialiste dhe kandidatja tjetër që është kandidati pavarur, po ka qenë kryetarja gruas për shumë vite me radhë, pra vjen nga strukturat drejtuese të kësaj partie, do t'jetë interesante për t'u parë nëse... Po bëjnë garë brenda vetës? Apo bëjnë garë brenda vetës, apo duke qenë të dy që marrin vota nga njëjti elektorat mos favorizojnë kandidatin tjetër të pavarur që mbështetet nga opozita. Këto zgjedhje në ndryshim nga zgjedhjet e tjera kanë këtë risi që në shumicën dërmuese të tyre kemi kandidat të pavarur, kandidat nga qytetarët të pavarur të cilët suportohen, le të themi, nga partitë opozitare të Shqipërisë. Në fakt, jo se partitë opozitare të Shqipërisë kanë bërë në një fushat dhe i kanë ofruar këtyre kandidatëve në një mbështetje shumë të madhe, dhe kjo është në fakt shumë për të dëshiruar, sepse kemi disa nga këto parti politike të cilat e kanë pasur si slogan të tyre për qytetarin. Dhe në fakt tani që ka një kandidat që vjen nga shoqëria civile, nga qytetari, unë nuk kam parë në një mbështetje të madhe në gjatë fushatës këtë muaj bërë për këta kandidatë pavarur. Dhe kjo është me të vërtet për të ardhur keq. Ishte një eksperiencë e re kjo në Shqipëri me kandidatët e pavarur. Do ta shikojmë se si të shkoj deri në fund. Do të kishte qenë shumë interesante të shikonim Tiranën si kryeqendra e vendit dhe bashkia më e rëndësishme, po të kishim patur zgjedhje në Tiranë, por siç e dim, gjykata kushtetuese anulloi të gjithë procesin për shkarkimin e quajti jo kushtetues, të gjithë procesin për shkarkimin e zotit Veliaj, dhe do duhet që të presim për Bashkinë e Tiranës. Nuk e dim nëse do të kemi zgjedhje jashtë radhe për Bashkinë e Tiranës, sepse loja është akoma e hapur. Gjykata kushtetuese nuk ka vënë vetën e saj që nuk do të ketë zgjedhje, por ka thënë procedura që ju keni ndjekur nuk është një procedurë në zbatim kur të zbardhet vendimi plot, aty do të mësot më shumë. Po, me aq sa kemi gjermë sot, me aq sa dim gjermë sot, me aq sa shprehur gjykata kushtetuese gjermë sot, dhe nuk besoj që vendimi i zbardhur do të ndryshojë nga këto linja që ne dim, është procedura e ndjekur është gabim. Por një procedurë e ndjekur gabim, jo domosdoshmërisht i vë vulën fatit të zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Mundet që kjo procedurë të ripërtërihet, të përsëritet dhe të bëhet në shinat e gjykatës kushtetuese. Kurse për sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje, është më se normale, është shumë e pritshme një pjesëmarrje e ulët në zgjedhje lokale dhe të pjesshme. Se ju thatë, risin fakt janë kandidatë e pavarur. Ja, ne kishim Matin grafikisht, mendimin e regjisë shkojmë pak edhe tek Vlora. Kemi 3 kandidatë. Kemi Brunilda Mersinin e Partisë Socialiste, Dionis Sota i pavarur i mbështetur nga PD-ja dhe Gjergj Nika i pavarur, por që vjen nga radhët e demokratëve. Pra, edhe këtu ka një farë gare. Në fakt, këtu është e kundërta. Ke 2 kandidatë që mbështeten nga opozita që i marrin vota njëri tjetrit në fund të fundit. Kështu që jam besoj, nëse do duam të bëjmë një previzion se si do të shkojnë zgjedhjet në Bashkinë Vlorë. Vlora historikisht është pothuajse në 90% të rasteve në vitet e demokracisë është drejtuar nga socialistët. Fitoria e kandidatës Partisë Socialiste në Vlorë duket më se e garantuar. Që nga 2003 për shembull ka qenë
Gjika deri në 2007, 2007-2011 Gjika, deri në 2015 shpëtim Gjika, pastaj Dritaneli... Ka pasur vetëm një kryetar bashkie të PD-s nga 90-ta deri më sot. Në Vlorë. Në Vlorë, po. Po ashtu edhe në Berat, nëse zgaboj. Edhe Berati... Edhe Berati ashtu. Shumicën e kohësh është drejtuar nga personazhe të Partisë Socialiste. 4 mandate dhe nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim. Po, ka një problem. Ndryshe nga bashkitë e tjera sot, Vlora ka numrin më të madh, le të themi, 171.000. Vlora ka numrin më të madh të votuesve dhe po ta shikojmë, pjesëmarrja në Vlorë shumë e ulët. Dhe kjo tregon edhe një lloj zhgënjimi të qytetarëve për të marrë pjesë në proceset votuese dhe për të zgjedhur ata që do të duhet të drejtojnë punët e qytetit në fund fundit. Këto nuk janë zgjedhje politike. Këto janë zgjedhje për të vendosur se kush do drejtoj territorin, kush do menaxhoj territorin. Dhe janë zgjedhje për individin, duhet të zgjedhur individi që të menaxhojë mirë territorin. Mirë, po të tilla nuk shihen në Shqipëri. Dhe gjithmonë nuk janë parë si të tilla në Shqipëri, po janë parë si zgjedhje dakord lokale, por me ngarkesë të madhe politike. Tani njerëzit janë lodhur nga zgjedhjet, nga proceset e votimit në Shqipëri. Shtuar kësaj, këto janë zgjedhje të pjesshme në vetëm 5 bashki të vendit dhe kjo justifikon shumë mirë edhe numrin shumë të ulët të votuesve në këto bashki. Po kohë e pakët për shembull e kandidatëve për të bërë fushat, sepse këto janë zgjedhje për qytetarët që jetojnë atje. Pra, për hallet e përditshme që kanë, për shembull në Cerrik, nga informacionet që kemi ne dhe që po shpjetoja, numri më i madh i qytetarëve banojnë në njësitë administrative. Ata kanë problematika të mëdha. Fakti që qytetarët banojnë në njësi administrative nuk ka të bëj me pjesëmarrjen apo jo të qytetarëve në zgjedhje, sepse në fund të fundit kryetari i bashkisë do të emërojë pastaj drejtuesit e njësive administrative. Drejtuesit e njësive administrative sot janë zgjatim të kryetarit të bashkisë. Cilido që bëhet kryetar bashkie ka të drejtën të emërojë drejtuesit e njësive administrative. Ata nuk votohen, nuk zgjidhen, janë shprehje e vullnetit individual të kryetarit të bashkisë. Ndaj, interesi për të zgjedhur kryetarin e bashkisë do të duhet të ishte i madh në të gjitha këto vende, por fakti që zgjedhjet lokale tek ne marrin më shumë ngarkesë politike se sa realisht të ngarkesën që ata kanë, që ato duhet të kenë, pra zgjedhje për të menaxhuar zgjedhim individin që të menaxhojë një territor të caktuar, i bën këto zgjedhje që nga ana e opozitës të mos ketë një interes shumë të madh qytetarët të votojnë, pastaj pozita i ka numrat e vet në rregull dhe shikojmë këto rezultate që janë rezultate shumë të zhgënjyese. Nuk është normale që të drejtohet një bashki me një kryetar të zgjedhur me 12% të votave të votuesve. Këto nuk janë normale. Pavarësisht se ligji e lejon. Po, duke nisur dhe nga kjo përqindje për shembull deri tani, janë shumë të ulta. Janë shumë të ulta. Por kjo favorizon majorancën në një farë mënyrë. Në linjat e përgjithshme, pjesëmarrja jo masive në procesin zgjedhor favorizon atë që është në pushtet. Ajo që më bëri përshtypje sot, për herë të parë, krevi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lirian Celibashi tha që do të testohet për herë të parë inteligjenca artificiale. Pra, këto zgjedhje na shërbyen dhe për një farë projekti apo prove pilot për zgjedhjet e ardhshme. Si shikoni këtë? Është një test që po zhvillohet në një nga bashkitë ku krahas numërimit të votave nga grupet e numërimit të votave do të numërohen votat edhe nëpërmjet kamerës e cila mbasi fokuson votën e vlerëson nëpërmjet inteligjencës artificiale se kujt i ka shkuar kjo votë. Dhe absolutisht që është risi dhe e mirë pritur për të përdorur në proceset e votimit që kemi. Ne do ta shikojmë sepse ky është test që po bëhet për të kolauduar, le të themi, këtë mënyrë ndryshe të vlerësimit të votave. Do shikojmë rezultatin se sa do ndryshojë midis rezultatit që do nxjerrin grupet e numërimit të votave dhe rezultatet që do nxjerrin kamerat dhe inteligjenca artificiale. Por duke qenë se ne kemi vuajtur shumë nga procesi i numërimit të votave, edhe kjo del në çdo proces zgjedhor që ne kemi zhvilluar, problematika është zgjatja shumë e procesit të numërimit të votave, është një mënyrë e re për të testuar, për të provuar që mundet të shërbej për të përdorur në proceset e tjera zgjedhore dhe që të shkurtojë në mënyrë drastike kohën për numërimin e votave. Neve
Por përveç inteligjencës artificiale që po testohet sot në numërimin e votave, kemi edhe një testim tjetër të kolauduar tashmë, atë të votimit elektronik, edhe aty rezultati del në momentin që përfundon procesi i votimit, ke direkt rezultatin. Diskutohet sot të ndryshoj mënyra e numërimit të votave, pra mos të bëhet më numërimi votave nga grupet e numërimit votave dhe të përqendruara në për KZAZ, por të bëhet drejt për drejt. Kume, shkojmë pak se është bërë përditësimi fundit të Celi Bashi për mediat dhe e komentojmë e njerë së bashku. E ndjekim. Mirë, ishte kreu i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celi Bashi, në këtë dalje për mediat me përditësimet e fundit, por ajo që bie në sy është pjesëmarrja mjaft e ulët. Ku me një pjesëmarrje që ne diskutuam pak më parë, por në Vlorë që ka shumë e ulët. Në Vlorë që ka zakonisht e ulët. Kjo tregon dhe sidomos po të shikosh grup moshat. Grup mosha me ulët, me pjesëmarrje më të ulët janë të rinjt. Pra të rinjt. Dhe kjo është një këmban alarmi, të rinjt që e shikojnë jo si një detyrë qytetare faktin që duhet të shkojnë të votojnë, por si një detyrim për të cilin ata nuk marrin as mundimin që të shkojnë dhe të votojnë. Është zhgënjyese. Për mua është zhgënjyese. Dhe kjo vjen si pasojë e një sjelljeje ndaj këtyre grup moshave, ndaj qytetarëve gjatë gjithë këtyre kohëve. Pra mbasi i zgjedhin kryetarët e bashkisë, mbasi i zgjedhin politikanët tanë, ata nuk merren më me qytetarin e tyre, i lënë në shqirë të fatit, dhe ky është zhgënjimi që qytetarët provojnë dhe më pas të zhgënjyer nuk shkojnë të votojnë. Pra janë zhgënjyer nga sistemi drejtues në vendin tonë. Dhe Vlora me një pjesëmarrje për 8.5% në momentin që ne flasim. Mund kemi kryetar bashkie si që thash 12%, që mund të na dali që një kryetar bashkie mund zgjidhet me 12%. Po në rastin që po flasim në Vlorë do të kemi një kryetar bashkie që nuk do të ketë as 12% të pëlqimeve që të qytetarëve të tij, nuk do të ketë dot 12% të pëlqimeve. Sot që tani që flasim është ora 1, ca ka mbetur edhe pothuajse 4-5 orë për të votuar. Nëse i gjithë procesi i votimit në Vlorë nga 8.5% shkon në 16%, do të kesh një kryetar bashkie që zgjedh me 10% votave. Se asnjë nuk i merr 100% votave. Dhe kjo nuk është normale. Kume, a është e domosdoshme, kisha dhe më herët të pyetje në fakt për një reformë zgjedhore krejt ndryshe, sepse e para u bë pa opozitën, e dyta hoqëm disa komuna, por çfarë fituam? Absolutisht që është e nevojshme që të kemi një reformë zgjedhore e cila do të shoqërohet dhe me reformën territoriale, sepse këto janë zgjedhje lokale dhe në fakt reforma e fundit territoriale që është bërë tek ne që nga 320 ndarje territoriale, më falë, se e ngatrova unë. Reforma territoriale. Pavarësisht se janë të lidhura, po tek territoriale që u bë pa opozitën. Reforma territoriale që u bë pa prezencën e opozitës e ndau Shqipërinë në 61 ndarje territoriale pra bashki të vendit nga 320 që kishim, komuna dhe bashki. Tani zgjedhjet lokale janë zgjedhje të cilat krijojnë strukturat, vendosin njerëzit që t'i ofrojnë shërbimin qytetarëve. Dhe pushteti lokal duhet të jetë një pushtet që të jetë sa më afër qytetarëve dhe jo sa më larg qytetarëve. Ky është qëllimi. Në momentin që ne Shqipërinë e ndajmë në 61 bashki dhe krijojmë këto bashki super të mëdha, në fakt neve nuk e kemi ofruar shërbimin tek qytetarët, po ja kemi larguar shërbimin qytetarëve. Dhe kërkesat që janë sot dhe që vijnë nga të gjitha anët është që kjo reformë territoriale është një reformë territoriale e cila tashmë ka treguar se është një reformë e dështuar territoriale, ka prodhuar efekt negativ, nuk ka prodhuar efekt pozitiv, dhe do të duhet të ribëhet, të rishikohet. Dhe propozimet e sotme janë që të rritet numri i bashkive të vendit, duke zvogluar pra këto bashki që janë, dhe të rritet numri, të paktën të shkojë deri në 90-100 bashki, në mënyrë të tillë që shërbimet që ofron pushteti lokal të jenë sa më afër qytetarit. Po si mund të rritet numri për shembull tek kalkulimet, se ne kemi disa bashki për shembull, që kanë falimentuar më. Nuk mbledhin dot as taksat, se s'kan çat taksat mbledhin qytetet e tyre, edhe rrogat për administratët i marrin rrezik nga buxheti i shtetit. Kanë buxhet, bashkia e Cerrikut. Me që jemi në zgjedhje. Apo them në një bashki tjetër që është bashkia
Shumica e bashkive sot kanë probleme të mëdha financiare. Janë në default ekonomik. Jam pranë shpalljes së falimentimit realisht. Por fakti që jam pranë shpalljes së falimentimit nuk do të thotë që tani ne nuk duhet kemi më bashki Cëriku. Ne do të mbajmë akoma 61 bashki. Fakti është që këto bashki, kështu siç janë ndërtuar, janë larguar nga qytetari. Shërbimet që ato ofrojnë nuk janë më pranë qytetarit, po janë larg qytetarit. Duhet të rritet numri i njësive administrative. Dhe pastaj mënyra se si këto njësi administrative menaxhohen nga ana ekonomike e tyre mund të ketë mënyra të tjera se si kjo mund të bëhet. PS-ja thotë që ka propozuar uljen e numrit në 30 deri në 40. 30 deri 40 bashki është akoma më keq nga 60. Nuk flitet për të ulur numrin e bashkive, sepse sot mund të krijosh qendra, mund të krijosh nivele të ndryshme të menaxhimit lokal. Mund të kesh një numër të ulësh bashkish dhe zhvillon qendrat administrative e njësitë administrative, rrit numrin e njësive administrative, mund të krijosh rajone dhe brenda rajoneve bashkit, dhe pastaj buxhetet i ndan në rajone dhe jo për krijon rajone thonë jo. Po absolutisht, ka mënyra të tjera, por qëllimi kryesor pse ne kemi dy pushtete, kemi pushtetin qendror, kemi dhe pushtetin lokal, është i tillë. Pushteti qendror merr vendime për të gjithë së bashku, pushteti lokal duhet jetë pranë qytetarit. Sot ne nuk kemi një pushtet lokal që të jetë pranë qytetarit, të ofrojë shërbimet sa më afër qytetarit. Ky është një problem madhor. Dhe nëse Partia Socialiste propozon të ketë ulje të numrit të... Ulje 30 deri në 40. 30 deri në 40, nga ana tjetër kemi Partinë Demokratike, e cila kërkon rritje të numrit të bashkive. Në 90 deri në 100 bashki. Po çfarë efekti jep po rrit pra? Po çfarë efekti jep po rrit? Krijohen qendra administrative më të vogla, njësi territoriale më të vogla që janë më pranë qytetarit. Qytetari arrin të aksesojë shërbimet më kollaj. Në një bashki që territori i kësaj bashkie është shumë i madh, qytetari nga fshati i humbur i Cërikut e ka të vështirë të aksesojë shërbimet që ofron bashkia e Cërikut. Kjo është. Po do kthehemi te komunat pra. Pse e ka për shkak sot ka njësi administrative ai? Sot ai ka njësitë administrative të cilat nuk kanë kompetencat që kishin komunat, sepse kryetari i komunës zgjidheshe. Kurse kryetari, drejtuesi i njësisë administrative nuk zgjidhet. Ja, emërohet, po. Dhe ai në momentin që nuk zgjidhet, nuk jep llogaridhënie pranë qytetarit që ai qytetarëve ose komunitetit që ai menaxhon. Llogaridhënin ai e ka vetëm te kryetari i bashkisë që e emëron, sepse në momentin që bën interesat e qytetarëve, por bien kundërshtim me interesin e kryetarit, kryetari ka shumë të thjeshtë ai që ka puna. Te kjo reformë e re që mund të bëhet dhe që është ngritur dhe një komision i përbashkët mes dy forcave të mëdha politike. A duhet të merren sepse ne duhet ta pranojmë faktin që lëvizjet demografike janë shumë të mëdha, jo vetëm në vendin tonë, në shumë vende, edhe të rajonit, po marrin vendin tonë. Pra, ne kemi për shembull ish komuna që s'kan fshatra më, s'kan banor, flas, mëse fshati aty është, nuk ka lëvizur, po s'kan banor. Absolutisht, prandaj në reformën territoriale do të shoqërohet me censusin dhe me numrin e banorëve për çdo njësi të Republikës së Shqipërisë, dhe aty pastaj bëhen ajustimet sepse se si duhet menaxhohet. Për shumë sot ne kemi një bashki Tiranës që është e stërmadhe në fakt. Ndërkohë kemi bashki si Punë e Cërikut me 12.000 banor, gjithë bashkia ka 12-17.000 votues. Apo jo. Çka që duhet të rishikohet si çështje. Dhe reforma territoriale këto ka për bazë. Këto janë dokumentat me të cilat ajo bazohet, numri i popullsisë dhe duhet bërë një ndarje e barabartë deri diku e njësive territoriale bazuar në numrin e popullsisë në to. Që ne nuk është e vështirë ta bëjmë, se mund të marrim dhe shembuj nga vende të tjera. Po jo, absolutisht nuk është e vështirë për të bërë. Kjo është vullnet politik se si duhet ndahet Shqipëria. Nëse deri dje kishte një vullnet politik që do t'i heqim komunat dhe do mbajmë vetëm bashkitë, do bëjmë bashki të mëdha. Sot duhet të shikojmë se cili është vullneti politik. Do duam të bëjmë bashkia akoma më të mëdha, apo do duam të bëjmë bashki të mëdha, por edhe njësi administrative me kompetenca dhe me buxhet. Me kompetenca siç kanë qenë komunat. Me kompetenca dhe me buxhet, absolutisht, sepse nëse ti ke një administrator, unë rikthehem prapë te kjo, një administrator që është zgjatim i kryetarit të bashkisë, administratori menaxhon një territor të caktuar, do të zbatoj vetëm vullnetin e kryetarit të bashkisë. Nuk ka se si të zbatoj vullnetin e qytetarëve
të njësisë Se të ti s'ka as buxhet, administrative. Buxhet jo. Dhe e dyta, nuk ka pavarësi. Nëse interesat e antarëve të komunitetit që ai administron janë në kundërshtim me interesin e kryetarit të bashkisë, ai nuk mundet do të zbatoj interesat e komunitetit, sepse edhe nëse i zbaton ato të heq kryetari i bashkisë nga puna, të zëvendëson me një tjetër. Janë emërime. Ku me unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Ishim me ekspertin e çështjeve zgjedhore, zoti Nandon Kume. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Transmetimet tona vijojnë pa ndërprerje. Kthehemi pas pak me të tjera zhvillime në këtë maraton zgjedhore për 5 bashkitë e vendit ku po mbahen zgjedhjet e pjesëshme vendore.